Jemi në spjegimin e ajeteve të surës Jusuf. Thamë në fillimin e Ramazanit se gjatë muajit të Ramazanit inshallah si vjet do mundohemu për çdo ligjërat nga 2 nga 3 ajete të kësaj sure të spjegojmë pse, ku është qëllimi, pse e zgjedhëm këtë sure, pasi që është konstatuar që njerëzit sot sipërfaqen e tokës nuk e kanë problemin se nuk janë me menën tamam. Nuk e kanë problemin se nuk janë me shnetin tamam. Nuk e kanë problemin se nuk janë finansiski apo në aspektin financiar tamam, kërkush për bukë s'është dek, po problemi është se krejt familjet e muslimanëve sot ballafaqohen me probleme të mrençme, me probleme familjare të mrençme që ja hupin disponimin, ja hupin harmonien familjare për shkak që sendet që janë dhimbta shpirtërore, diagnoza të zemrës në aspektin shpirtëror që na ndoshta i asgjësojmë janë sende të vogla, por ja që analizat po tregojnë se ata janë shkaku kryesor që ka çrregullime në aspektin e shtëpiave dhe në aspektin e jetës familjare. Dhe në ajetet e kalume kallëzum se në qoftë se në një familje futët xhelozia, që është një prej diagnozave më të këqija që mund ta godet shpirtin dhe zemrën e muslimanit, ajo do të na rezultojë të na bere edhe një smuje tjetër. Ajo një smuje e bën një smuje tjetër, e ki xhelozien, ajo ta bë urrejtjen. Kur ta bë urrejtjen, ajo nuk nalet me kaç, ajo t'i bë edhe konfliktet fizike në familje. Sa që Zoti na ruajt, mund vere nga xhelozia, në urrejtje, nga urrejtja, në probleme për leshje fizike deri në gjakderdhje. Këtë ka shënu Zoti Dhul Xhelal në këtë tregim dhe kjo sure neve na mëson se si duhet na t'i shërojmë problemet tona. E para, në rast që prindi, domaçini i shtëpisë, e sheh se u ka fut në familje xhelozia, duhet të intervenon minjëherë. Kjo është detyra fillimisht e domaçinit shtëpisë, babës. Por në qoftë se baba nuk është ai i cili e ka kujdestarinë e shtëpisë. Kush është kujdestari i shtëpisë? Kush është pronari i shtëpisë? Kush është ai i cili ec fjala në atë familje? Ai duhet të intervenon. E në rast që bëhet një aleat, mbledhen disa antar kundër dikujt prej atij që e xhelozojnë në familje, atëre duhet të reagoje dikush nga ata. Në qoftë se nuk reagon, dënimi Allahut i ka plon krejt. Ashtu si Allahu e shënoi në Kur'anin famëlar, tha: "Uqtulu Yusuf", kur vëllezërit e Jusufit u mbledhën dhe filluan të debatojnë, të bisedojnë, se çfarë me bën se baba jon po e don Jusufin më shumë se na don neve. Jusufin edhe vllavin e vet po e dallon më shumë se sa po na vlerëson neve. Çfarë të bëjmë? Kanë thonë, njoni u ka qua me mendim të keq. Zakonisht shejtani e gjen më doptin në aspektin shpirtëror dhe e ngacmon dhe ja dërgon cytjet dhe ja dërgon vezveset. Në këtë rast ja ka dërguar njonit prej vllaznive të Jusufit edhe i ka thonë idejen mitni Jusufin. Uqtulu Yusuf, mitni Jusufin. Nuk tha po e mys. Por mos me met faji atij veç. Tha uqtulu, po e mysim krejt bashkë. Tha uqtulu Yusuf, ose tha si mos pranojni ket, au itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Tha atëre tha e fukmi dikun larg, sa është i vogël, e u pudhën, nuk ka si shpëtohu tha nga ky problem, se tha me të vërtetë u ka bë punë e madhe, se fytyra e babës ton nuk na këshill neve. Qala qailun, atëre tha u çu Allahu xhalla xhelalu, tha u çu njoni prej ative vëllezërve që ishte aty, tha la taqtulu Yusuf,
Zban tha me emit Jusufin a.s. Mos e metni asesi nuk ban me emit Jusufin a.s. Tha, wa alquhu fi ghayabatil jub. Në qoftë se keni vendos me e bohe një të keqe, atëre po e gjujna me një bunar. Bare mos dese nga pa ujtësia, apo pa nga etja për uj në shkretin. Tha, bare po e gjujnë bunar ka për me pi uj. Tha, e dyta, shansa e dyta, kalon dikush pre ative kalimtarve që kur kalojnë në për shkretin, i lipin, i din ato udhëhecat e udhës ku ka bunara nalen, kur ta shlën atë kofën për me marë ujë, kanë me e pasë është atje e marin me veti edhe vazhdon rrugën, largohet nga ne. Analiza e dietarëve, komentatorëve të Kur'anit famëlat, thojnë një nga farzët që i ka urdhru Allahu Dhul Gjelal këtë ummet, e ka urdhrue një farz të madh. Cili është e farz? Allahu thot, wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Tha ne të bëhet në mesin e juve dikush, një grup që ta kanë me thirr për në të mirë. Sa ka nevojë shoqëria jonë për dikan që thret në të mirë. Kur po del dikush që i thirr njerëzit në sende me vlerë, min një herë dalin ato të pagumt këqit. A e pat, nuk e dia i keni pa në medium, sa pare kanë ardhur prej Serbie për në Kosovë, me ja u dhonë qative bla 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 që ka bojnë qëto gazetarët e Kosovës që folin kundër bulesës, kundër ezanit, kundër asi. Serbia tu i pague për me shkatrue atmosferën fetare, kombëtare, morale, vlerat të cilët i kanë, i pagun dushmoni me miliona euro, ngrusht, ngishta numërohen qëto gazetarë, apo në thojza intelektual se s'kan lidhje ato me leximin edhe nuk kanë lidhje me përparimin asgja, janë klika dhe kukla të pagume të dushmonit, se dushmoni nuk po hinë mon mesin tonë me në luftu me armë, po hinë me në luftu me shka me përqarje. Edhe ato nuk ju konvenon ative me dal një teolog, një teologe, një djali i ri, një student i ri ta fale namazin. Ju ka dhimbë shumë se ekipa e futballit para se me bon ndeshjen e sportit futballit, pas kanë falë namaz, ju dhem ative pse me falë sportisti namaz. Subhanallah. Pse me falë namaz? Pse në nxansi kur shkojnë shkollë me kërku drejtën me pas në universitet një dhomë ku do ta kryjnë ritualin e adhurimeve? Pse në aeroporti me e bo një dhomë të lutjeve për namazin? Pse mu u thirë e zani, na pengon zani? Pse mu lexu Kuranin në për xhamia? Pse mu ndërtu xhamia? I dhem ative, se ata janë misionar të keqës, ndërsa Allahu thot, wal takum minkum umma. Ne të bëhet një grup misionar të mirës, jo të keqës. Misionar të mirës, yed'una ila al-khair, që kanë me i thirr njerëzit për të mirë. Ya'muruna bil ma'ruf, kanë me urdhnu të mirën, wa yanhauna 'anil munkar, edhe kanë me ndalu të keqen, wa ulaika humul muflihun. Dhe këtoja, ata të cilët janë të shpëtuar. Të shpëtuarit kanë ata që e urdhnojnë të mirën dhe ndalojnë të keqen. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam këtë kontekst ka thonë kështu. Ka thonë, men ra'a minkum munkaran, kush prej juve ka me e pa një të keqe, fel ju gajirhu bjedih. Në ta ndroje, në ta largoje me dorën e vetë. Fe in lem yastati', në qovë se nuk mund të largoje me dorë, fel ju gajirhu bi qalbih. Në ta ndroje bi lisanihi, me gjuhën e vetë. Në të fole, në të kallëzoje. Fe in lem yastati' fe bi qalbihi. Në qovë se s'munët atëre, në ta ndroje me zemrën e vetë. Qysh bëhoq me ta ndroje me zemrën? Na e shofmi në stop të qia, në qofë se s'mun është me e nalë,
e shes se dikush i ban padrejtësi dikujna ç'kështë ta kapish, kjo është imani më i fortë. Ç'kështë ta kapish për dorë. Do më sulmu dikush një plakit, një i ri, do t'i mshoje plakit, ai plaki shkreti, biga i rehak, veç se ki i rivi është më i fortë, e gjym t'i mshoje ta kapish ti për dorë, do të thosh, ej, Allah, ku gjindesh me ti? Që s'të vend marrë më, që s'të vend trup, tap, ta nalish me dorë, edhe ti thësh se s'lejoj unë me e bon këtë gjanë. Jo me hin konflikti me ta, por me e nalë. Kjo është më e forta. Ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pra kjo është imani më i fortë i muslimanit, me mujt me e nalë të keqen me dorë. Po në qoftë se s'munët, atëre me gojë, tha ka me shku, ka me i folë, së në nalë me dorë, kemi i thonë, o të zotni, mabe, thas, se ajo mundet me konë baba jote, ajo mundet me konë nana jote, ajo mundet me konë motra jote, psebe zotni e ban këtë gjanë, psebe zotni e kështu vepron, psebe zotni kështu gojarisht. Po në qoftë se s'munësh, atëre ki me ju drejtue me zemër. Kujna? Allahu të gjelat. Kur ta shësh një të keqe, ki me thonë, o Allah, une nuk jam razi me që ka është të ndodhë, po s'po muj me enal me dorë, s'po muj me folë, se dë njëherë me folë, shkakton probleme të mdoja, s'munët, i dopt është muslimani, s'ka pushtet, s'ka forcë, shka më një thu për shemë sot, kur njerëzit janë të vedhë me kravata. Shka më një thu? Më uqu me enal, po qëtin burg ato, se ato e kanë pushtetin. Po me shku me folë, shka bojnë? Ta qojnë policien të dera, tak, saban, 4, 5, vend stacion, për stacionit policia, hajde dhe se janë të thira dhe me dhonë raport. Janë të thirë me dhonë raport. E ti sëm po folë, shka ki me thonë, o Allah, kjo shka është të ndodhë, kjo është punë e keqe, por unë nuk kam dorë kur gjo, o Allah, la tu akhidhna bima fa'ala sufaha'u minna. Kështu tha Kurani Kerimi, o Allah, mos na i zin për të madhe, për atë që e kanë bon ato, që nuk e kanë kuptu realitetin si duhet. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pruni një shembull të shoqërisë. Tha shembulli ati që urdhnon të mirën dhe shembulli ati që e urdhnon të keqen. Shembulli ati që e urdhnon të mirën dhe ndalon të keqen, dhe shembulli ati i cili e urdhnon të keqen dhe ndalon të mirën. Tha është sikur një grup njerëzit tha kanë dalë në udhtim ndeti, me anije. Ato të këqit, tha fillojnë tha me, kur jesin pa ujë, fillojnë me qelit një bire në anije që t'ju vere ujti. Tha me konë që këto të mirët, nuk e pengojnë këto me qenë një bire, tha kanë mu fundos ketë. Po me konë që i pengojnë, shpëtojnë këto dhe i shpëtojnë ato tjertë. Që do me thonë, një njeri i cili e urdhnon të mirën, shpëton vetë dhe i shpëton të tjerët. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tha, ose do të urdhnoni të mirën dhe do të ndaloni të keqen, ose Allahu ka me jaqu një zullumqar, që nuk o musliman, edhe ai ka me ju shtip juve, dhe nuk ka me e largua zullumqarin nga kokat e juve, deri sa ta kthejni vetën ati ku duhet me konë në fe. Subhanallah, kana rizik, në qofë se në familjen tande, në qofë se në shpijen tande, e shë se vllavi jot ashtu bo pa drejtësi. Ban plan për shembull, për mi bo damat i vllavit tjetër, që du të me bo? Që po kjo i fordve, i madhe, finansiski, kjo është kështu, kjo është ashtu, po si të largohet ki, në nalët rëski, në prishët reni, biznisi nuk ec, aja nuk ec, që du të me bo? Ka hoqë, duhet me reagu mine herë. Ashtu si ka reagu njoni prej vllaznive të Jusufit. Në nuk jemi evlia që nuk gabojmë. Në mujna me gabu. Në mujna me gabu. Por me u këthin nga gabimi edhe me reagu për gabimin është obligimi fetar i çdo muslimanit në jetë. Tha, uktulu Jusuf, mitni tha Jusufin. A i qetëri shka tha, jo, mos e mitni. Bare kur janë para teje dytë këqia, është regull i shariatit, kur të vinë dytë këqia, edhe ti e pa tjetër të zgjedhish njënin për të dhive të këqijave, zgjedhe qatë që ka ma pak dam. Ka nërë dytë këqia me i bon. Cëllën me e bon? Banë qatë që ka është ma pak dam. Në qovë se vetë se pa tjetër e ki ta bëjsh.
Po më e mira cila është, largohu nga e keqja duke ja u tërheq vëmendjen ative që bëjnë keq, me i thonë, moni se nuk bën këtë çka e bani. Po në shumicën e rasteve kur t'ja thësh njerit të vërtetën, ati nuk i vën mirë. I prishet qefi, i prishet reni edhe ti gjithmonë ki me kon një keq për shkak se ja ki prisht keqen. Allahu te bareke ve taala të dashurit e mi, në një prej transmetimeve Resulullah alayhi salatu wasalam thot, e ka urdhëruar Allahu me laqet me shku me shkatru një ven me gjithë banor që ka i ka i veni, edhe me laqet e azapit. E keni pa kur vinë ato vërshimet, katastrofat që i thojnë thojza të natyrës, ato nuk janë të natyrës, ato janë të Allahit. Allahi në pushtetin e vetë janë ketë ushtria, ketë krijesat, ketë sendet, frima, shivi, tërmeti, kretë janë ushtria Allahu dhul Gjelal. Kur bohën kësi lloj katastrofa, ato nuk bohën se karshit toka, kanë livrit mjegullat, ato nuk bohën se mrena në tokë pas ka livrit në i damar, i stabilitet. Jo. Ato janë që vinë nga Allahu dhul Gjelal. Tërmeti, shivi, vërshimet, poplava, shka i thënë të ne, vulkani, e frima e madhe, kështu me radhë, këto janë ushtri e Zotit. Kur do Allahu dhul Gjelal ta dënojë dikan, e dërgon ushtrien e vetë. Shumë popuj para neve, disa janë shkatruar me zonë. Ju ka që Allah i zonë, ju kanë plas perdet e veshve, kanë nisë me i rejtë gjak për veshve dhe janë shkatru. Disa, Allah i ka shkatruar me frim. I ka marë frima, i ka bajt frima, i ka mit ketë. Disa i ka shkatruar me shka, me tërmet. Ka livrit toka, i ka gëlltit. Disa i ka shkatruar Allahu Gjeleshanu me uj, me shi, i ka fundos. Ju ka bohe poplav, shka i thënë të neve. Kanë bajt ujtat edhe i kanë bajt popujt. I kanë shkatruar Allahu mënirat të ndryshme popujt të cilët kanë qenë para neve. Në këtë rast, Allahu i thot melekëve të shkatrimit, që në pushtetin e këtive melekëve dhe në urdhin e tij janë krijesat e Zotit, ato veç i urdhnojnë edhe shkatrohet, thot shkojni filan venin dhe shkatrojni. Kur vinë me laqet me shkatru, e shofin natën një plak të u falë. Po lutët, po falët. Vinë me laqet edhe i thojnë, o Zot, ti na thave ti shkatrojna krejt. Po në mesin e këtive është një plak që po lutët, po falët, po bën dua, po bën lutje. Tha filloni, tha pite plaki. Subhanallah. Qërni, nuk kanë mjaft veç mu falë. Nuk kanë mjaft veç mu lutë. Valla, unë po e këshiri vetën, së më interesën të tërkush. Thujnë, po, shka të interesën me ti, po ti, apo falësh, po, apo lutësh, po shka të interesën më rato shka në të po? Nuk o qështu. Tha Allahu, nisni pite aj sefte, fillimisht, filloni dhe startoni të aj. Pse? Tha se aj ka këshirë të shpëtoj e veç vetën. Nuk i ka interesu për tjetrin. Allahu Gjelle Gjelalu tha, kuntum khajra ummetin ukhrijet linnas. Ju jeni ummeti më i mirë që ka dalë në mesin e njerëzve. Pse o Zot? Kuntum khajra ummetin ukhrijet linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ju jeni tha populli më i mirë për këtë popujve që kanë dalë si përfaqen e tokës. Kush? Ju. Na, muslimanët. Pse e urdhnoni tha të mirën dhe ndaloni të keqen dhe ju jeni ata që e besojnë Allahun. Shumë interesant, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë ad-dallu 'ala al-khairi ka fa'ilih. Ka thonë ai i cili bëhet sebeb që me largu dikan pit keqës
edhe ta orienton ka e mira, këtë që ka dëboje aj prej të mirave, i shkruan këtina se vabë sikur me i bo ki. Ti e ki pa njonin që ka bo keq, edhe ki shkue, e ki nal, e ki këshillu, i ki fol, i ki thonë mo, kur e ki pa se ajo fjale ajo te ka zonë ven. Sidomos këto që ka janë më në mosh, a gjilert, e ki nipin, pak si hajlas nuk ngon, ti e merë qikës e djallit e kujdi une besën nipin, edhe ju fol. I thunë, moni go e vlat, kur ta këshirish, për ative fjalive që ka ti i ki thonë, ama duhet vazhdimisht. Sa është ajo? Nuhi alayhi salatu wassalam, wa laqad ba'athna Nuhan ila qaumihi falabitha fi qaumihi 1000 sanatin illa 50 ama. Thotë kemi çu Nuhin te populli vet edhe ai u ka fol, i ka thirr 950 vite. 1000 tha pa 50 zoti. 950 vet ju ka fol. Mos thuj mo lodhave, unë fol tha kis s'pongon. Unë fol ti s'po. Na jena në betejë me shejtanin. Shejtani si nuk nalet edhe na nuk duhet mu nal. Ai fol për ka e keqja, na duhet të folmi për ka e mira. Në qoftë se zeven fjala jote, sa se vape, qëre sa se vape, ko me i bon dikush që të kanë ngu tije, sa se vape, ko me i bon, a i cili të kanë ngu tije, dhe tije bo sebeb që a ju ka këthi në rrugën e drejt, nga rruga e keqe, sa se vape, ko me i bon a i, kërejt kanë me të shkryt tije. Po edhe me dek, me leku nuk nal, ketë t'i shkruan edhe ato të vinë ti në konto, ting konto. Për qatë kur mos e kurseje vetën, kur ta shofsh të keqen ta nalish. Mini herë nale. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha la an yahdiyaka Allahu bika rajulan wahida khairun laka min ad-dunya wa ma fiha. Thot më u bon sebeptar ti që dikan ta kresh, ta bish namaz, ta bish në xherim, ta bish në zekat, ta bish në respekt nanës babës, mos shahët, mos vedhe, mos boje zullom. Thot është më mirë se sa me ta dhonë Allahu dunjajën, botën, edhe shka kanë ta. Subhanallah. Për atë arsye, obligim i çdo prindit, apo ati kujdestarit familjes, është t'i këshillon dhe t'i fol, kur i sheh familjarët në keqe. Një njeri i cili hesht, kur e shet të keqen, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është shejtan i cili nuk flet. Njeri i cili në familjen e vet e shet të keqen, edhe nuk reagon, është shejtan i cili nuk flet. është po s'pona vesin anive, ai nuk të vetë tije, ti foli. Ai nuk të përfil tije, ti foli. Ti shko edhe njeke. Sikur që e ki pasi atë shkue të ra me një grop, a ki me elon të bere në grop, apo ki me e kap për dore. Ki me e nalë, ki me thonë, ma bëse ki, aha, a i të e pa, ki me ra në grop. Si e të e pa, po unë jam të pa, ka dole të të nali. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha shembulli jem, edhe shembulli i njerëzve, është si një njeri tha natën e ka kallë në një zjarë. Dhe ketë ato mizat, flutrat, nga renin mas dritë e tu mendu dritë, ama jo është zjarë, binë tha në zjarë. Tha une i pengoj ato, tha prap vinë, une i pengoj ato prap vinë, tha detyra jeme është i largoj nga zjarëmi i xhenemit njerëzit, të cilët mendojnë se qanena është drita, qanena është udhëzimi, qanena është rahatia, qanena është mirësia, detyra jonë, tha është t'i largojmë njerëzit nga jo e keqja. Tha uktulu Jusuf, mytni tha Jusufin, au i të rahuhu ardan, ose gjujni dikun larg, dikun shkretin, yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Tha masi ta bëjni këtë keqe, pendoni, tha keni me konë për i të mirëve, këteu, banën i të keqe s'ka lidhe, mos ani bosh i mirë. To janë çytjet e shejtanit. Ajo çka e shtini Ademin edhe Havën, nanën e njerëzijës, baba dhe nana, që të zbresin nga xheneti, shka ishte? Çytja e shejtanit. Ha me se zbohet kur gjon. Hajetim njerë mollën,
apo atë pemën e xhenetit, masane, çka lidhet ti? Masane bosh musliman i mirë. Ka koha djalin ta martosh thot, bane thot burë gra, bane me muzikë, bane thot në dalin pishinave. Masane thot, po jena gjallësh nësh, do bëjna istikfar, aj që Allah i na i fal kusuret. Kjo kujna është ideja kujna e shejtanit alayhi lane. Për çat kur të verët që kështu të thojë se bane gjunohen, masane pendosh, dije se kjo është lojë, edhe kur thë shejtani dush me thonë a'udhu billahi minash shaitanir rajim. O Allah më mbroj nga shejtani i mallkum. Qala qailun minhum, reagoi miniherë njoni prej familjes, prej ative vlezërve të Jusufit, la taqtulu Jusuf, mos e bëjni këtë gjë se kjo është punë shëmtuar. Wa alquhu fi ghayabatil jund. Në qoftë se keni vendos me e bon atëre gjujni në bunar. Gjujni në bunar. Në qoftë se keni vendos me e bon një gjatë keqe, bare mos e ban atë madhën. Atë veprën e shumtume më të madhën. Shire bare të kalosh me ma të voglën. Pse? Se sa ma e vogël të jetë gjunohi, përgjithësia është shumë ma e vogël të Allahu dhul gjelal. Tha, fi gajabetil gjub, jel të kithu ba'du sejara. Tha, kanë me e gjetë, kanë me e marë ato kalimtar të rastit. Kalimtar të rastit kanë më nalë për me pi ujë. Këtu është një detaj shumë interesant, që duhet mos të harojmë, të kalojmë edhe pa e spjegu, është se në kret fet, qoftë ajo në krishterizëm, qoftë ajo në jahudizëm, qoftë ajo në islam, këto janë tre fejet qiellore të qiellit, tre fejet të qiellit që kanë ardhur pejgamberi dhe u ka shpall libra. Këto fejet, të gjithë këto fejet thojnë një sen. Me bëhe sadakat të rrjedhshme është punë që e kënaq Allahun. Çka është sadaka e rrjedhshme? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha idha mata ibnu Adam, kur të vdes biri i Ademit, in qata amaluhu, tha indalet regjistri i veprave, illa min thalath, përpos 3 sendeve. E para tha sadakatun gjarije, tha një sadaka e rrjedhshme. Sadaka e rrjedhshme, komentatorët e hadithit kanë thonë është me e qel një qeshme ku janë kalimtar të rastit, udhtojnë dikun, bane një qeshme. Bane, sa të kushtoja qeshme, bane se njeri edhe kur vdese, mas i vdese, sa njerëzi kanë me kalu ati pja se qeshmes, kanë me pi ujë, ka me shkryt se vabë. Ose, ka thonë, sadaka e rrjedhshme, kanë thonë djetartë me e qelë një bunar. Ku jena të bunari, kohës fundit janë bon shumë manipulime me bunara. Ka njerëz janë pasuru me vallabilla. Subhanallah. Nuk mujbe ta kuptoj une. Fal namaz, delaveregji. Ven xhami, hajdut. E fal parin saf, shpiun. La hawla wala quwwata. S'muj ta kuptoj. Një prej komandirave të policisë ta hoxha ta, kush ka xhamat më shumë sabah? Ti apo une? Thash une. Jo, tha ka vime kije. Hajde dhënë sabah, tha, kohën e sabahit të ne, tha gje, me ato shkronjat mos t'i ceki se po mbajnë një dishka, mos a ne. Hajde tha gje të ne, tha, këshire tha sa kate në xhamat të xhamijave t'juve shka vinë të ne. Shka e kanë ato? Ato e kanë shkojnë a gje nga smuja që e kanë në zemër shpionllëk, shpionllëk, mi bajt lafet. Kishin fitu bara naj pare, u çudita një agent i policijës me një rast, me një mezhlis në paton, tha, hoxha, tha, kam mos në dunja, shpionat marin pare. Veç në Macedoni, në Balkan, shpionat punin pa pare. Kam mos në dunja, shpionazha, shumë pare është. Pse, janë informatat, si dush t'i jap, pagun. Tha, veç të ne shpionat pa pare. Edhe shka interesant, kejti gjenë që të shpionat parin saf në xhami. La hawla wala quwwata illa billah. Allah i udhëzoft, Allah i drejtoft inshallah. E dikush, s'mujna ta kuptojnë a këtë gjonë, blerimi tash, po i ban do lëvizje të çuditshme. Po blerim, po s'mujna me i kuptu në disa gjona, parin sa falesh, shpion.
parin sa falet prevarant, parin sa falet hajdut, parin sa falet i rrin njerëzit me bunara. Do ta çelin një bunar në Afrikë, do ta çelin një bunar në Indi, do ta çelin një bunar në Pakistan, me i qelë ato bunara ato shumë punë e madhe. Po këto shka i kanë dhënë parët, e para këto obligohen me e këshirë kujna i jep parët, se nuk janë krejt që ka qelin bunara prevaranta. Ama është plot kreative ka shka e rejnë, mashtrojnë, shka bojnë, i marin, te e ki dhonë 250 euro për një bunar, qa që ka në konë një bunar, subhanallah, a i një dele u ka po 300 euro, ki një bunar 250 euro. La havla ve la kuvvete illa billah. Edhe ja barin 250 euro, shkojnë për një meqi, një qesh me një bunar dikun, edhe e marin një letër e shkrujnë, Hasan Bekteshi, shembol. Edhe la ilaha illallah, do të cullë për okulla, edhe veç kjo kamera e nënë stop, e qëllën prep kamerën, Suleiman Idrizi, i njëjti kanal, i njëjta qeshme, veç bojat janë ndrojnë, njeri bëjnë do të kuqe, do të portokalta, ajo u ka qenë një qeshme, një 200 veta ka ndonë pare, po mirë ba ka o qa, keti ka marrë ki, ja, ki ka marrë do, a i shka i qonë tërma i ka marrë do, aja gjej ka marrë do, a i shka i ka ndërtu do, a i shka i ngjizon do, po ku shku në pare tona, i ka shkrujt me lakja, mosë tuti, pare të tua i kitë sigurta të Allah, po kishka i ka marrë, ka shti zjarë në barkin e vetë, andaj i drejtohu ative që punojnë me bunara, kini frikë Allahut dhul gjelal, kini frikë Allahut i cili i shes sendet natën, kur hecin insektet e zeza, natën dhe ja unin hapat e hecjes mbi gurin e zi, Allahu a nuk të shetije kur ti e vedh parën e bunarita, edhe i manipulon edhe i mashtron njerëzita. Andaj të kena kujdes, të nderuar vëllezër, të respektuara motra, nga ky vend, nga kjo xhami po bëj apel, të kena kujdes kujna i japim pare. Po, është shumë punë e madhe me qelë bunar, me qelë qeshme, se mas dekjes tande ajo ka me hec se vapit e ti, por jo qasi shka po i postojnë, jo qasi ka një 20-30 çdo ditë po më shkrujnë mu e pi Afrike a gje. Edhe për i shkryjnë Shqip, vlaj dashur, na ina organizata që qelë në bunara. Po subhanallah që sa kohë janë të qelë bunara, i shbon këtë Afrika me bunara, po ato pse janë të vdekë për ujë atje, po shkak se s'ka ujë, edhe ku mundet ato në 40 metrë, 50 të poshtë me 250 euro. La haula wa la quwwata illa billah. Resulullah sallallahu alaihi wasallam tha sadaka e rrjedhshme, me bo një qeshme, me qelë një bunar, me lon një drit, me shtru udh, me bo sadaka që ka me rjedh, e ki bo një spital, e ki bo një shkollë, unë e që ditë në pse investimi me shkun në Afrikë të pas këtu të ne, ala fshatra tona nuk kanë rrugë, në të bon ato që dojnë me dhonë sadaka, por jo ka 250 euro. Po të si e të e prej Kurban Bajram pull, që shtu i ven me qelë bunar me 250 euro, si kur në Kurban Bajram me prej pull, s'ka bunar 250 euro, mos jo rajë e kërkush. Tha, dojnë me bo hajrate, në qelin mëre, ka xhamia plot, këtë xhamia tona, asnja nuk ka bunar. Për para i kanë bo këtë xhamiat me bunar, apo do me qelë një bunar, tash ka firma të cilët miren me hapjen e bunarve. Hapjen e bunarve, bile na i kina do xhamatlia, gasede dhe ekipa vetë, ato qelin bunar, edhe kure veta unë sa kushton një bunar, sa prej 2.000, 3.000, deri 5.000 euro që shkon një bunar me qelë. Po këto që ka po qelin me 250 euro, këto veç liceve kanë lidhë dikonën e kanë qitë në qeshme. Qa që ju ka kushtua ja? Jo bunar, po cev i vodovodit për me pru një qeshme 250 euro. E tash e dyta, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha, waladun salihun yad'u lah, nga 3 sende që ka vazhdon me leku t'i shkruje veprat, një me lon sadakar jetshme, e dyta, me lon evlat të hajrit që ka kanë mu lutë për ti mas dekjes tande, dhe e treta kalon dituri të shëndosh. Shka është dituri? Kalon libra, spjegime, ligjerata, nxënës, o kom profesor universitar në universitetin atje, i ka dhonë orientim, jo që si profesora shka shpërndajnë virusa në trunin e fëmijëve për me i helmu në aspektin kombëtar, fetar, por jo, profesora, sikur që e kina profesorin e nderuar Kim Mehmetin, edhe profesor të çmum shka janë, të cilët
i orientojnë nxënësit dhe studentat e të mendojnë shëndosh, të mendojnë njerëzit të cilët din të bojnë edhe të përgatitin gjeneratat e shëndosha që do të marrin përgjegjësinë të ardhmen për me udhëheq popullin edhe me orientu popullin për sendet e mira. Allah i rujt profesorët inshallah. Ato të cilët dojnë me bon hajrate e kanë obligim që hajratet e veta t'i gjenë adresën dhe t'i adresojnë në vendin e vetë. Tha Allahu Dhul Gjelal, wa alquhu fi gayabatil jub yaltaqithu ba'du as-sayyara. Tha do të takojnë apo do të gjenë ato që janë kalimtar të rastit. Kur jemi të kalimtar të rastit, nuk është ndihma me ndihmu kalimtarin e rastit veç me ujë. Dikush mendon se sadakari jetshme është veç me i dhonë qeshme me pi ujë. Në qoftë se në jetën tënde e gjenë, edhe pse ka edhe aty prevara dhe mashtrime, po e gjenë dikush që ka ardhur shembull, ka ardhur pi Prishtine, ka ardhur pi Tirane, ka ardhur pi Stambolli, edhe turist ja kanë vedh parët. Ja kanë vedh parët. Allah ju udhëzoft ato që vedhin, ja Rabbi. Me ja vedh dikujna pasurien, nuk e kije hasëm ditën e kiametit veç ati që ka e ki vedh pasurien, por e kije hasëm edhe Allahu Dhul Gjelal. Edhe Allahu Dhul Gjelal ka me të nxerat haram ka se ki menuti. Dje, po më tregon mesin e juve një xhamatli, tha hoqta, të e parkirat kerin, filan veni, tha, kur e pashta një kulet në tokë. Një kulet në tokë. Dula, tha, edhe e mura kuletën, kur i qela, tha, i kish pas 1.800 euro. Edhe 3.000 denar. 1.800 euro edhe 3.000 denar. Tha, kur e mura, kur i pash parët, tha, shejtani, o gjë, tha, me erth. Edhe më tha, shtini me në gjep, tha, si shë kërkosh. Vallahi, tha, hoq mu ka kujtu dersijat. Edhe tha, dula, tha, e publikova në filan faqën, edhe thash, u ka gjetë një kulet, filan venin, kush do me ardh, pronarin e të lemrot, filan telefon. Kur, tha, hoqë, tha, mas teravije, mu lemru, tha, pronarja, gruja i shkon, pronarja e kuletës. Edhe më tha, ku gjindeni, tha, kur e sho erdh, me taksi. Erdh, tha, ta mare, tha, kuletën, masi e mor kuletën, tha, i nxeri ato 3.000 dinar, me mi dhonë. Tha, meri që këto, tha, se du me të shpërblej. Tha, jo, si marë. Tha, meri që këto, tha, se vetë që këto i kam të mijat, këto pare tjera, tha, i kum ledh, tha, jam borç, tha, du të me akthi borçlijës. Subhanallah. Njerëzit të cilët janë të ndershëm, parja halal në kupët kanë thonë, ato ndershmit qëllojnë të ndershmit. Me amartë që këti njerit, që kësaj gruës, apo në gjajshëm si kur kjo gruja, o pasha Allahin, me smuje e pagun, me ila që pagun, ato parë. Njerëzit janë me halët e veta, me dertët e veta, me amartë dikush parët, dikujna, edhe me prevarit, me avedh, edhe me ilon keq, hasëm e ka Allahun Dhul Gjelal. E ti me konë që e gjenë dë një, që dikush ja ka marrë parë, apo i ka ra kuleta, dhe njerë mund të me i ra, kësoj grys i ka ra kuleta, edhe a i s'ka me shkue për në vendlinjën e vetë, me shku të shpia vetë, me i nëzirë parët të pinë gjep, është se vapë shumë i vapë. Bile, Allahu Gjelle Gjelaluhu ku i ka kategorizu ato kategorit edhe grupet e njerëzve që ju takojnë me marë zekatin, është një prej ative njerëzit të cilët kanë me truk, ka thonë, wabni sebil, Allah, ka thonë, bite udhës, kështu ka thonë, ibni sebil, do me thonë, biri i udhës, që do me thonë, s'ka bab, s'ka nën, ka me të soka që vaj. Jo që s'ka bab në realitet, ka bab, po ka me të soka kësë në mërin, ka bo vakina në Turqi, kur kemi shkue, atje të stacioni autobusave, i kemi taku njerëzit të cilët, ja kanë vedh Turqi kuletën, çantën, kamet, s'ka më shka mu këthi të shpia. Me mujtë me azgat dorën, që këti njerit e me qitë në selamet, me qitë të shpia vetë, edhe mi dhonë ushqim sadaka shumë e madhe të Zotit Dhul Gjelal.
Në ditën kur kanë me ta kthi këtë shpinën tije, del që kjo vepra e mirë dhe që tijen selamet ditën e kiametit. Për qatë në qovë se gjeni dikan i unt, ushqeni, është për se dinave këto bëjnë dalavere, se në anive, mere përdore, shtine atin në gjeltore, apo në kebaptore, banja një 10 kebapa, një pitalk, banja epja në të pije, një salat, një dishka, paguja, thuj boft mirë, selam aleikum, kalef shmirë. Bare mos e le pa bukë. Bare mos e le i unt, se untësia është shumë e keqe. Njerin e detyron të bonje edhe vepra të këqia. Tha, fi gajabet il gjub jel të kithu ba'du sejara, in kuntum fa'ilin. Në qoftë se dojni me bon keq, tha, o vlezrit e Jusufit, bare tha mos e bëjni të keqë. Gjithmonë, o vlezër, gjithmonë jemi aktiv për ta këshillu njëri tjetrin. Allahu Gjelle Gjelalu në Kuranin familjar çka tha? Wal asr. Ka shakohën. Innal insana lafi khusr. Me të vërtet njeri është në humbje. Humbje fatale. Krejt illa alladhina amanu, përpos ative që kanë besu. Wa amilu salihat, kanë bo punë të mira. Wa tawasau bil haq. Janë këshillu njëri tjetrin për hak, për drejt. Wa tawasau bis sabr, dhe kanë bo sabr. Na këtë ka e prapa i kena. Shka me ndodhë? Sabër, o gjo. Janë ismi pitajo e fundit të sabri. Pse nuk janë ismi ju? Wel asër, o gjo, wel asër, o gjo koha, o gjo sabër, o gjo. Ka dale për njërë sabër, ama sabri kur është në fund. Sefte du të me konë kohë, me konë musliman, me bo punë të mira, me këshilu njëni tjetrin për punë të mira, fund me bo sabër. Lusim Allahun Gjelle Shanu wa Gjelle Gjelalu, Allahu me vërtyte të mira, cilësi të mira, në furnizon inshallah. Ne lusim Allahun Gjelle Shanu wa Gjelle Gjelalu, rinien tonë islam të udhëzon. Plegjëve tonë të jep ymër gjatë dhe shëndet të plot. Të smuntit të shëron, të burgosurit pa fajshëm të liron, fukarat të pasuron. Ata të cilët janë të idhrum, Allahu me zvete të pajton, Jannatul Firdausi nasib në iban, e kullu ma të sma'un, wa astagfirullahi li wa lakum wa akhiru da'wana, anilhamdulillahi rabbil alamin.